Interesi i shqiptarëve në Google gjatë muajit të fundit është dominuar nga kampionati botëror i futbollit. Sipas të dhënave të Google Trends, termi World Cup rezulton kërkimi më i popularizuar në vend, duke lënë pas fjalkyçe të përdorura çdo ditë si Translate, Google apo YouTube. Rritja e interesit lidhet me zhvillimet e fundit të botërorit 2026, ndërsa edhe kërkimet e lidhura me kompeticionin kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Termi FIFA World Cup regjistroi rritjen më të lartë me 3700%, ndërsa FIFA u rrit me 2700% dhe World Cup 2026 me 1750%. Krahasuar me periudhën e mëparshme, vetë kërkimi World Cup shënoi një rritje për 1800%, duke reflektuar interesin e madh të publikut shqiptar për ndeshjet, rezultatet dhe zhvillimet e turneut. Në vendin e dytë renditet fjala Albania, me një rritje prej 10%, çka tregon se kërkimet për vendin kanë mbetur të larta edhe gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë Translate dhe Google vazhdojnë të jenë ndër termat më të përdorur, duke konfirmuar se shërbimet bazë të internetit bëhen pjesë e përditshmërisë së përdoruesve. Lista e 10 kërkimeve kryesore përfshin gjithashtu YouTube, i cili nuk ka shënuar ndryshim në interes, si edhe Weather, kërkimet për të cilin ka rënë me 8%. Në të njëjtën kohë, termi Moti ka pësuar një rënje edhe më të madhe prej 20%, duke sugjeruar se gjatë muajit të fundit vëmendja e përdoruesve është vendosur nga informacioni i përditshëm drejt ngjarjeve sportive globale. Të dhënat tregojnë se botërori ka qenë tema dominuese e kërkimeve në internet në Shqipëri, duke e kthyer futbollin në qendrën e interesit të publikut dhe duke lënë në plan të dytë shumë prej kërkimeve të zakonshme.